Со почетокот од март, јавниот превоз во Тетово ќе биде бесплатен, но не за сите граѓани. За да се оствари ова право, задолжително е да немате неизмирени долгови кон општината. Kurse për qytetarët të cilët kanë shlyer të gjitha obligimet ndaj komunës së Tetovës, transporti publik do të jetë falas. Mjafton që ata të aplikojnë në Teklik dhe për veten dhe për anëtarët e familjes që jetojnë në të njëjtën adresë dhe pas aplikimit kartela merret personalisht në zyrat e ndërmarrjes Tetova Transport dhe kështu transporti publik do të jetë falas. Ky është një hap i cili e transformon transportin publik në një transport modern dhe digital, ku do t'i ofrohet qytetarëve disa mundësi dhe alternativa për shfrytëzimin e transportit. Atëherë, kjo është kartela digjitale për shfrytëzimin e transportit pa pagesë për të gjithë qytetarët e komunës Tetovës. Të njëjtit mund të pajisen me këto kartela pas aplikimit online në aplikacionin zyrtar të komunës së Tetovës Teklik. Картичките ќе се добиваат преку официјалната апликација на општина Тетово. Бесплатниот јавен превоз не важи за линијата до Попова Шапка, бидејќи е надвор од градското подрачје, но граѓаните со картички ќе имаат попуст за таа линија. Градоначалникот Касами исто така најави 5 нови електрични автобуси, проширување на јавниот превоз и кон руралните општини и планинските села околу Тетово.